Rruga që lidh dy lagjet e fshatit Rip, Alla e Barruku në njësinë administrative Gurrë në Bashkinë e Klosit ishte bërthuese pa kalueshme për shkak të shembjes që kishte pësuar pak metra larg shkollës Veli Alla. Kjo pjesë rruge ka pësuar vazhdimisht shembje duke rrezikuar edhe një banesë e cila ndodhet poshtë saj. Ndërkohë Bashkia e Klosit ka ndërhyrë duke ndërtuar një mur mbrojtës në mënyrë që të mos ketë më shembje në të ardhmen. Bashkim Kurti shprehet se vazhdimisht banesa e tij ka qenë kërcënuar nga shembja që pësonte rruga prej shumë vitesh. Edhe pse ka qenë ndërhyrë, zgjidhja nuk ka qenë përfundimtare. Ai shpreson se me ndërtimin e murit të ri mbrojtës të mos ketë më rrezik shembje. Kemi pas ka 3 vjet se kemi pas probleme me këta. Falënderoj bashkisë që filloi punën se kemi pas rrezik shpejt. Sa e ka shitën vetë bashkia, histe vetë nuk i lash me punu. Tashti filloi bashkia punë. Shembja e kësaj rruge jo vetëm ishte problem për familjen Kurti, por edhe për banorët e lagjeve Alla e Barruku, të cilët mbeteshin të izoluar.